Në prag të festës së Kurban Bajramit, shoqata humanitare Bereqeti Degano Gjakov ka shpërndar pako ushqimore dhe higjienike për personat me nevoja të veçanta, të cilët njëherët janë edhe anëtar të shoqatës Hendikos. Padyshim që falendërues për këtë ndihmë u shprehen familjarët. Unë jam si kryefamiljare, jam non vetë ushqyse, edhe plus se kom djalin me aftësi të kufizume, edhe hoxha na ka ndihmu gjithmonë, edhe Hendikosi, falemnderoj të gjithëve. Uroj festën gjithëve. Njëherë të falemnderoj Abdurrahman Hoxhin, i cili vazhdimisht vjet nuk ka raport që ndihmon. Sot ka mundësi ndihmon për personat me nevoja të veçanta. Zoti i shpërbleft. Në Hendikos janë të regjistruar 700 anëtar, mirë por kësaj radhe u ndihmuan ato familje që janë me kushte më të rënda financiare. Nga dita e hanë dhe ditën e hanë që bën natën e Kurban Bajramit, kemi bërë plan të gëzojnë 250 familje të komunës sonë, vetëm që kanë filluar donatorët familjarë, bizneset ndryshme, sjellin pako të gatshme dhe ne ti marrim nga ato. Deri më sot kemi shpërndar 115 pako, gjatë 5 pako kemi sot e Hendikosi me fëmijët që ndron, dhe në njëjtën kohë do pako të vogla për fëmijët cilët janë pak më të prekën këtë situatë. Kjo kategori e shoqërisë meriton më shumë mbështetje nga institucionet dhe organizatat e tjera. Janë vullnetmirët ata që shumë shpesh ju dalin në ndihmë këtyre familjeve.